Ledri Vula fotografohet duke mbërthyer me duar një vajze misterioze, disa pretendojnë se është Gjensila Myrtezaj. Reperi i njohur Ledri Vula është parë së fundmi në shoqërinë e një vajze misterioze, duke ngritur thashetheme dhe spekulime në mediat roz. Disa kanë aluduar se vajza në fjalë mund të jetë këngëtarja e njohur Gjensila Myrtezaj. Fotot u publikuan fillimisht nga portali Insideri, duke nxitur zëra për një lidhje të mundshme romantike mes dy artistëve. Në pamjet e publikuara shihet Ledri pra një vajze që ka mbuluar fytyrën, por që duket afër tij, me disa detaje të dukshme në trup dhe duar. Sipas disa ndjekësve të vëmendshëm, tatuazhet që shfaqen në dorë dhe në zonën e belit ngjajnë me ato që ka këngëtarja Gjensila Myrtezaj. Megjithatë, asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Nuk dihet ende nëse bëhet fjalë vërtet për Gjensilën. Kujtojmë se së fundmi, Ledri ka mohuar publikisht zërat që e lidhin me këngëtaren, duke i quajtur ato thjesht spekulime. Në mungesë të një reagimi nga vetë protagonistët, mbetet për të parë nëse këto zëra do të marrin një përgjigje apo do të mbeten pjesë e thashethemeve të zakonshme të showbizit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.